Mirëmbrëma, dëgjueshur, mirë dëgjohemi, mirë se shihemi dhe jafro data 23 maj, po afrohemi kadaldale edhe ditëve të fundit të shkollave, fundit të fillimit të pushimeve vjetore, me thonë pushime verore, dhe se mune me këqenë edhe vjetore, mirë po, si do që tjetë sonte do kemi një program shumë të mirë së bashku me Tushin edhe me musafirët të ku do të bisedojmë për shkollën, që është shumë e rëndësi, sepse ja tani pra s'kan mbetë edhe shumë ditë deri në përfundim të shkollave, kështu që sonte kemi dy drejtorë të shkollave shqipe në Norvegji këtu, pikërisht në Oslo, nga shkolla shqipe Naim Frashëri, që është këtu, sonte me ne drejtori i shkollës është Recep Kurtishi, edhe nga shkolla e mirëbesimit të urtësia, drejtori i shkollës të njëjtën kohë edhe imam, është edhe imami jonë i famshëm Berat Hashani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma edhe nga ana ime, alushi mirë ta pushimet vjetore, alush, po edhe verore, kështu që tash përgatiten shumica dhe fillon ndoshta nga ajo edhe ti zvoglohet numri i kësaj qendre ku jemi ne nga musafirët, por më e rëndësishme është të dim se për çdo vit në këtë shkollë, në këtë qendër punohet. Edhe tash çdo fillimit i vjen mbarimi, edhe kësaj radhe dy të ftuar i kemi dy drejtues të shkollave, shkolla e mësimbesimit pra urtësia dhe shkolla shqipe Naim Frashëri, të cilat ekzistojnë gati derisa ekziston edhe kjo qendër e jona islame kulturore shqiptare këtu në Oslo, me emrin të shkurtuar Qiksh, mund ta vizitoni edhe në portalet e tyre Qiksh në si në Facebook, po ashtu edhe në web portalin që e posedon kjo qendër. Atëherë duke filluar me pyetjen e parë për mësuesin Recep, të cilin e kemi edhe veteran të shkollës shqipe, veteran i arsimit, i cili vjen nga vendlindja e ti ku na rrëfen edhe një herë, derisa e kem pas musafirë edhe për çështje tjera këto më herët, do të na tregon një herët për biografinë e shkurtër, edhe punët se si shkojnë në këtë shkollën që e kanë shqiptarët, edhe është një, mund të them, është një mirë që e kanë shqiptarët, sepse ndoshta në diasporën tonë ku jemi, kaq të larg nga vendlindja, nuk e kanë këtë mundësi gjithë. Por ja që kjo qendër ka mundësi ta ketë edhe shkollën shqipe, pastaj do të kalojmë edhe te Hoxha Berat, apo vetë profesori Beratu, që sonte do të na tregon edhe rreth shkollës së mësimbesimit. Mirëmbrëma, përshëndes edhe doktor Beratin, edhe ju edhe dëgjuesit Radio Rilindjes. Se përket vetes s'kam dëshirë të flas, po në pikat shkurtra. Me profesion mësues i gjuhës dhe lehtësisë shqipe, përfunduar studimet në Shkup, i punësuar nga një vit me normale, 72-73, pastaj nga viti 75 deri në vitin 88, i punësuar me vendim vendlim. Ndodhin disa padrejtësi, ka ndodhur gjithnjë, po ndodhen atëherë mbyllja e shkollave të mesme, shkollës së mesme, në gjuhën shqipe. E atëherë popullata e zemruar kërkuam ne të drejtet nëpërmjet organeve, mirë pa ato nuk u përfillën kërkesat tona, mbajtëm 2 mbledhje në qershor dhe në gusht, përsëri edhe në gusht nuk u miratuan ato, nuk u jetësuan kërkesat tona dhe popullata e zemruar doli në rrugën e Kryengritje për të kërkuar të drejtet. Edhe aty filloi si me thënë, arrestimi masiv i të rinjve, që ne që ngritëm zërin, jo vetëm unë aty, po ishim shumë, disa tani kanë vdekur, kanë ndruar jetë, në morën në pyetje informative, ande i këndej, dhe në fund, gati një kohë, një procedur, dhe në 24 orë, ditë e ka kenë, cilët vendim largim nga punë, nga profesion. Unë jo që u friksova, por e dija që në të ardhmen do të mbetet histori bëra ankesë. Mos të mbetet fajti unë, po të mbetet fajti e shtetit. Dhe ata insiston që unë të distancohem nga ajo që kam lexuar në lokalet e komitetit. E kam kritikuar shtetin, jam kundër shtetit. Tash nuk jam kundër shtetit, jam kundër atyre që kanë udhëheqjen e këtë. Bota e civilizuar shkon edhe studion gjithësi, hapësirë, e ne mbyllim shkollat në gjuhën amtare.
ku jemi këtu. Edhe pa ta qenë një këmbgulur që edhe nëse më vjen, jo më thënë burgosja, po edhe përmend një rast poshtë ku ka qenë e kanë lidhë të ura e gurit e kanë mbythash. Në me më bënë nuk distancohem, se që është e drejtë. Mundët. Dhe ishte një procedurë mbledhje informative, dikur ka qenë më 24 mars, erdhën një mbledhje dhe thanë që të paraqit. Tash kur të doni? Unë vetëm pata përgatit, Ika unë erdha në Norvegji nëpërmjet trenit ora 27 marsi. Këtë ka qenë një rast shumë i frikshëm në Ferizaj, e rrifnin atë rranë atë shumë disa policë me shufra gome, a i ikë edhe i mshon policë. Ne e shtruam darkën atë natë, nuk hanë. Ato ishin pa mja rënqetëse. Nëjse, ma shkurtim. Kështu që mbi 13 vite përvoj punën me ndlindje, erdha në Norvegji. Vetëm një javë në Oslo, pastaj më transferuan në Haugesund, një qytet larg Stavanger. Aty, kur i pan dokumentacionet, më thanë që mund të angazhohesh ti shumë shqiptar. Pranova, po u gëzova shumë, ata thanë ti edhe në kurs, edhe në punë, si do të mundesh tash. Ju falenderoj shumë, e po ma jep një mundësi. Që unë kam qenë këto i pa punësuar vetëm një vit. Kur jam shpërngull, pas 2 vitesh, nga Haugesundi në Nite Dalkat. Edhe kur e mora vendim qëndrimin atë, në 21 jetor, 1991. Edhe atëherë u brengosëm shumë se mendonim që do të kthehem. Ashtu mendonim. Por e morëm qëndrimin u larguam. E t'u për gjithë. Mirë po, kesh i fati u erdhën këtu, shteti në mundësoj edhe të shkollohem edhe të punëtohem. Dhe deri para tash i mbushi 10 qershor. Sa vite? 29 vjetë. Përvej punë. Në Norvegji? Po. Plus 15. 13 e gjithë. Por një vit ma humbër në këtu ati pse. Ponova që në Haugesund më kishin pas tërhejt atimi që kanë pas 50%. Unë nuk e kam ditë. Një drejtor që takoj pas 30 vite, internet, a qëndron të mirë me mua, se mësoha pak gjuhën sa pëtim. Ati jap disa orë matematikë, thash. Edhe unë kërë marrë ardhurat, marrë ma pak rrugën. Thash po unë në rregull, ai shef, edhe për konte ai që kësë pa shok, mi ktheu ato parat. Por aja tash më pikoj negativ. Nuk u llogarit në pelë. Me pas qenë 30 vjetra. Që do qoftë, pelëm ata, takoj në vitin 90-91, profesor doktor Kanipska. Edhe njihemi atë. I kur i lind ideja, me mua jo, po me profesor që ati palitin, nga Tetova, i thot, pas një viti, atë vit, rumbullon dikun mbi 80. Unë nga njerë shkoj edhe i ndihmoj aty, takon me profesor Tahir Hazirin 93-ën, 94. Në vitin 94-95, ideja ati ka qenë themelimin e lidhjes arsimtarëve shqiptarë. Pse kishë qenë në Suedi për para, edhe atje kishin pas atje, kështu që ka qenë Miriman Braha, edhe një profesor doktor atje për diaspor, dhe e themeluam. Lashëm me 14 janar 95 ka qenë ditë e shtunë. Dhe prej atëherë, tani e emruam shkollën Naim Frashëri, emërtimin Naim Frashëri, që pas nesër bën 125 vite nga vdekja e Naim Frashërit, i cili fatkeqësisht të 3 vëllezërit kanë vdekur gati në të njëjtën moshë. Abdyl Frashëri, 53 për 54, 1892, ditë e shtunë kishë pas qenë. Kur ndron jetë, Naim Frashëri 1900, ministe 20 tetor, ditë e shtunë. Kur vjen koha e Sami Frashërit, flet me vajzën e vetë dhe thot,
vëllezërit më vdiqën edhe unë duke do të vdes në njëjtën ditë. Në ditën e shtunë 1904. E kjo shkolla jonë ka emrin edhe jemi krenasje ka atë emër, për këta njerëz të mëdhej. Atëherë faleminderit mësues Recep. Kalojmë te Hoxh Berati. Hoxh profesor, doktor i shkencave islame, po ashtu edhe njohës i mirë i gjuhës angleze, ligjërues në Malezi, kështu që ndoshta përjetimi nuk i ke pas njëjta sigur mësuesi Recep, se ne vim nga shtetet tona atje në linje ku e kem pas në tundat e okupatorit gjithmonë, edhe kështu që nuk kem përjetu ditë mira, ditë lumtura, por ja që nuk janë larguar, sidomos mësimdhënësit i kanë qëndruar stoikisht punëve të tyre, profesionit të tyre që mos t'i lanë anash edhe mos t'i lanë bankat të zbrazta me nxënës apo shkollat e tyre në gjuhën anëtare. Ta pyesim pak Hoxhën se gjithmonë e kem pas në kuadër të festave, jo Ramazani, jo diçka tjetër, kështu që sot jeni në kuadër të drejtuesit të shkollës mësim besimit, urtësia në Oslo, edhe mund ta tregoni për ligjërimet punë të juaj që keni pas gjithandej para se të vini këtu në Norvegji. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar zotri Metosh, i nderuar zotri Alosh. Faleminderit për ftesën fillimisht. Nderuar edhe mësues, koleg. Çdo herë është kënaqësi me qenë në Radio Rilindje dhe me bashkë bisedu për tema të ndryshme. Në lidhje me përvojën përpara, po kemi shpjeguar edhe herave të tjera që unë kam qenë me studime në shtetin e Bruneit për fakultet e më pas edhe për magjistratur. Nga tu do me thonë kam kalu në shtetin e Malajzis për 2 vite fillimisht jam fokusu në gjuhën angleze, se ka qenë si kushtëzim, kërkes nga fakulteti, universiteti ku kemi qenë në Malajzi, IOUM, International Islamic University Malaysia, ka qenë do me thonë kërkes që me qenë edhe njohës i mirë i gjuhës angleze për me pas mundësin me i vazhdu studimet në doktoratur. Dhe ato kam qëndru 2 vite në po të njëjtin universitet, do me thonë, Universitetin Internacional në Malajzi. Kam vazhdu me doktoratur dhe atje gjatë kohës së studimeve kemi qenë të involvuar edhe në arsim. Në një kolegj, ato kam qenë për vitet e tëra ligjërues i landëve të fesë, po të gjitha në gjuhën angleze, nga se populli malej është njohës i mirë i gjuhës angleze, njohin mirë gjuhën angleze dhe ka qenë edhe për neve lehtë që me ligjëru, me komuniku me ta. E gjithashtu edhe në universitetin ku unë kam qenë, do me thonë, me studime, dhe ato e kam pas fatin me ligjëru si part-timer, 2 herë në javë, një ligjërat 2 ore gjatë kështu. Kam qenë me arsim për 7 vite në kolegj, në atë kolegjin, dhe gjithashtu për 3 vite e ca në universitet me 2 herë, do me thonë, mësim dhënje, 2 herë në javë. Mirë, atëherë tash t'i kthehemi në Norvegji, se dhe ju keni bërë disa vite tash, po jo shumë sikur mësuesi Recep që jashtë. Jo. Po pa për këto vite që je këtu, je morë me aktivitete që ishka ardha juaj në kohën edhe ti gjatë keqe, në kohën e virusit, kohën e sëmundjes që ka ploj gjithë botën. Na trego pak si të pritën bashkëdhetarët në atë kohë dhe sidomos kur ju kiqe mësimdhënjes edhe këtu në Norvegji, në gjuhën shqipe, për t'ja mësu fenë islame të rinjve tanë, po edhe atyre më të vegjërve. Vërtet ishte koha e Covidit. Koha e Covidit ishte atëherë kur unë erdha në Norvegji dhe të gjithë e dim si ka qenë koha e Covidit, dal nga dal tu u largu masa, tu fillu, do me thonë, duke fillu jeta me u bë me aktive, dal nga dal dhe me aktivitetet tona në qendër. Ajo përvoja, me thënë drejtën, në Malajzi që kam pas në arsim, me kanë ndihmu shumë, se na kemi qëndru
Bajagi do vite në arsim atje në Malajzi dhe kemi pas njëjtën kohë dhe trajnime të ndryshme me specializues të ndryshëm të fushave të ndryshme që kanë ardhë dhe na kanë shpjegu për orë të tëra, për ditë të tëra, se si me qenë, do me thonë, mësimi efikas, se si me usil, do me thonë, me studentët, me të rinjët, e kështu me radhë dhe dal nga dal kemi filluar edhe këtu në qendër me aktivitete, me mësim, besim ditëve të diela me konkretisht dhe me numër më të madh të fëmijëve dhe elhamdulillah jemi duke shku mirë, ka hapësirë për ma mirë. Gjithsesi mirë po mundohemi dal nga dal me përmirësu kualitetin e mësimit dhe me qenë ma efikas tek fëmijët. Derisa e dim edhe ne se kushtet janë shumë të mira, nuk mund të themi të volishme, por janë shumë në atë aspektin bashkëkohor, kogja moderne, sepse po shifet edhe radiolinja është në objektet e njëjta, ku zhvillon aktivitetet e tyra e saja mediatike, kogja me teknike moderne dhe teknologjinë më të re, domethënë që është në treg. E dim që edhe tash në atë aspektin strukturor punoni ju edhe bashkë me shkollën e gjuhës shqipe, me orë të gërshetuara, po derisa jemi prapë me juve Hoxh Berat, pasa të kalojmë të mësuesi Recep, a na tregoni se si është strukturuar puna e shkollës mësim besimit? Jeni 4 klasë, keni shumë mësues apo si punohet, përdorni teknologjinë e re, derisa po e ceki ato smart board që keni? Po elhamdulillah, unë kur kam ardhur këtu, vetëm se e kam gjetë kështu, do me thonë këtë metodologji shkollën e mësim besimit, duke funksionu, jemi mundu paka shumë me ndihmu, do me thonë pak mi përmirësu disa gjëra. I kemi fillimisht klasa e parë, klasa po mendoj e fillestare, ku fëmijët që ka vinë nga fillimi, fillojnë nga aty me shkronjat e Kur'anit, me shkronjat e gjuhës arabe, mirë po kjo nuk është e tëra, se gjatë mësimit, fëmijët mësojnë nga pak edhe për fe, tema që ka janë ma të rëndësishme, ma elementare, edukative, kuptohet, mësojnë edhe disa nga suret që ka janë thelbësore, elementare për kryerjen e faljes e namazit që janë të rëndësishme dhe tani kemi grupin tjetër të fëmijëve, na i kemi 4 klasa, 4 klasat mësim besimit. Në grupin tjetër i kemi fëmijët që tashme vetëm se i kam përfundu shkronjat dhe din me i lidh fjalët. Grupin tjetër e kemi më të avancun që janë afër për me hyrë në Kur'an dhe e kemi grupin e 4, është grupi që vetëm se din me lexu Kur'an. Do me thonë është fazë pas faze. Nga shkronjat, lidhja e shkronjave, përgatitja për me hyrë në Kur'an dhe ata që në grupin e 4 të fundit që vetëm se janë të gatshëm me lexu Kur'anin dhe fillojnë me leximin e Kur'anit nga fillimi deri në fund. Atëherë të kthehemi mësuesit Recep, ne dim se shkollat e kanë rolin kogja të rëndësishëm në shoqëri, e kështu deshëm ta pyesim edhe mësuesin tash, kjo shkolla shqipe, na infrashi që tani vetëm se mbushi 3 dekada, 30 ditë ekzistimi në këtë shtet, sidomos në kryeqendër këtu në Oslo, çfarë roli ka në ruajtjen dhe përçimin e gjuhës dhe kulturës tonë ndër breza, sidomos të gjeneratave tash, derisa kemi kaluar në gjeneratën e 3 shqiptarëve këtu? E që dim se mësimi i gjuhës anëtare është e drejtë themelore për ruajtjen dhe kultivimin e identitetit shqiptar. Dhe kjo më së miri, sidomos në diasporë, vlerësohet shumë dhe institucioni më i rëndësishëm që zhvillohet me puna e mësimit është shkolla. Shkolla si institucion arsimor edukon dhe i arsimon brezat e ri. Kështu që këto ne nuk mund të kërkojmë shkollim siç është në vendlindje, por
të jemi pak më të thjeshtë i përshtatem edhe tekstet shkollore që ne i kemi marrë, kemi thonë me punëtorët e arsimit që duhet i përshtatem, se ka pas kritika të vështira, ndekëne, po ne për çka jemi atëherë? Duhet edhe në vendinje kur kemi punuar, i kemi thjeshtësuar, i kemi bërë të kuptueshme për nxënësit. Po. Kështu që edhe një herë përsëris se shkolla tashmë njihet me emrin Naim Frashëri, shkolla e mësimit shqip e mësimit plotësues në diasporë Naim Frashëri, dhe punëtorët e arsimit, patjetër se ne kemi plan programin, dhe plan programi ka për detyrë që ruajtjen e identitetit, zhvillimin, kultivimin e gjuhës, pastaj tash ka ndryshuar, nuk është mërgimi si më parë. Tash rrugët janë të hapura, udhtojmë edhe kur mundemi. Për të ruajt këtë, atëherë, kur të udhtojnë në vendinje, të komunikojnë, bashkëbisedojnë me të afërmit e tyre, të mos harrojnë. Siç ka thënë në fjalë ortë popullore, gjuha ruhet aty ku flitet dhe shkruhet. E këtu e kemi atë institucion, falenderojmë pra edhe që jemi në bashkëpunim të mirë me mësim-lesimin, me udhëheqësit e tyre, me prindërit, edhe pse mundet edhe më mirë. Ku thamë më herët, prindërit të vinë edhe më shumë nxënës. Një shkolla shqipe ka 4 klasë, 4 mësues, 4 mësues. Kur mungon ndonjëherë për ndonjë arsye, atëherë kemi zëvendësim. Unë zëvendësoj unë, mund zëvendëson dikush tjetër. Kështu që këtu jemi të pikës pari kam kërkuar që njohurit mund të fitojmë edhe që si kemi. Por numër 1, edukata. Edukata është pika kryesore e nxënësve. Të lidhemi pak edhe me atë që tha Hoxh Berati derisa këto punojnë atë aspektin duke filluar shkronjat edhe deri tek hyrja në Kur'an, si punohet në shkollën shqipe, derisa ne dim se tash i kemi në bazë klasave, po kemi është shumë sfiduese për disa se kemi edhe në moshë edhe nuk i dini shkronjën dhe nuk dinë ndoshta të flasin fare shqip. Kemi mësuesen ajo Linda që është nga Fieri, ajo është e angazhuar për nxënësit e klasës parë, 2 edhe 3, me se di unë, dhe në bashkëbisedim me të tregon se punën diçka shkojnë më mirë tash. Se fillojmë nga, siç tregoi edhe Hoxha i nderuar, struktura, ku të shkosh, patjetër duhet kemi strukturë. Si trupi që ka strukturën, edhe programi ka strukturën, edhe plani ditor që e përgatit mësuesi. Do të thënë, tingujt, zanor, bashkëtingëllor, shkronjat, lidhen morfema, që është pjesa më e vogël e fjalës. Vjen fjala, shqiptimi, rrokjet. Edhe me rëndësi është që ato që i mësojnë drejt. Unë e zëvendësova i mriun që për disa shkaqe shëndetësore mungonte, edhe nuk është puna që nuk dim të flasim, por të flasim atë pjesëshëm edhe drejt qatë që e mësojmë. Ishte fjala për më elementare që janë. Jetën, për pjenë ngusht, për vendingjen, pastaj vinë pjesët e trupit, vinë pastaj stinet e vitit, vitet e jasme, edhe kur i pyes, Shqip, si pyesim norvegjisht, vilken dager dhe i dag, si themi Shqip? Drejt. Jo, shka është sot, cëlla ditë është sot. Që është sot? I them ose që ditë është sot. Cila është me e kafshën për ju? Që ditë është sot. Sa ditë ka java, jo sa ditë i ka java, atë njën për para. E të folja, thash, nuk shkon. Ushtrone këtë, ushtrone. Se përsëritja është ushqimi i trurit. Si që vërej këtu, kryesorja është që ata që se din mund ta plotësojnë. Sjellja edhe edukata numër 1. Po falenderojmë që po vinë. Po vinë, këtë jemi të kënaqur. Po mirë, për shembull tash kur folim këtë kohë tash këto viteve të fundit, dhe ato fillimi kur keni filluar në ato vite të 90-ta, edhe tash e dim që edhe vetëm me tushi është që është angazhuar për shembull si koordinator që sjell materiale çdo vit dhe angazhohet shumë me këto ministritë e punëve të jashtme e të arsimit të këtyre trojeve shqiptare, sa ju ndihmojnë ato materiale që vijnë për shembull. Ka janë të përshtatshme për diasporën.
Po si që thash edhe unë, pak janë disa tekste I kam parë për shtatin, disa janë më të avansuara, por këto janë edhe punëtorët e arsimit, që duhet përgatiten e mos të vinë pa përgatitur. Dhe në krahasim, nëse bëjmë krahasim në nxënësit që I kemi pas para 20 vitesh, tash ka dallim. Se ata kanë qenë të sapoardhur disa. Edhe kanë ditë të flasin marrëdhëshëm, edhe I ka tërheqë vendlindja. Tash këta kanë lind të gjithë këtu. Por I shohim të busqeshur. Të busqeshur mirë është. Ndoshta edhe këto rrjete sociale mësojnë pak më shumë, ju ndihmojnë pak për shkak mësu gjuhën, e intereson, jo muzika, jo shumë çëra tjera që. Po kanë edhe kanale shqip, pastaj edhe po udhtojnë dikush 2 herë, 3 herë në vit në vendlindje, edhe pse I kam pyet një herë ç'është atë dheu, kur I pata pyet më herët, I them atë dheu, që tregoj njerë se atë dheu është vendi ku ke linjë dhe ku kanë jetuar të parët tanë. Njëri e ngrit do, thot, po unë s'kam lind atje, kam lind këtu. E thash, atëherë ndryshojmë, atë dhe pra është vendi ku kanë lindë dhe jetuar të parët tanë. Se ju vinin nga, ata vinë nga atje. Kështu që mbetet vend të origjine. Hoxh, sa I përket rolit tuaj si mësimdhënës në shkollën e mësimbesimit, ju drejtoni klasën e grupit Elifit, më thonë, Grupin e tretë. Grupin e tretë. Ata që I përgatisin për me fillu me sa është sfiduese të punohet edhe me gjuhën arabe derisa dhe mësuesi Recep neve shumicën e raste kur na vinë prindë thotë ne mësojmë shqip vetë shtëpi. A gjuha shqipe nuk është aq e lehtë. Sa është e zgjashme, sa është sfiduese për juve tash ja mësoni fëmijëve, dhe ne në realitet I mësoni shkronja dhe përgatitni për lexim Kur'an. Po. Derisa edhe ne kemi problem me gjuhën shqipe derisa nuk dinë shumica e raste të lexojnë. Po. Me tregu tamam, do me thonë sinqerisht ashtu që është realiteti, ma të mirë janë ata nxënës që ka prindrit e tyre punojnë shpi me ta. E shpesh herë ja vështroj këtë pyetje. Ata që I shoh që lexojnë mirë, I dinë mësimet, I mësojnë mësimet mirë, ju thon kush ka ndihmu të shtëpia tregon. Ose baba ose nana. Keni numër të madh nxënësve, domethënë klasë. Po, secilën domethënë klasë I kemi dikun rreth 20 e më shumë. Nxënës, 20-25. Kështu që ky është domethënë realiteti. Shumica e fëmijëve janë mirë nga se prindërit e tyre angazhohen punojnë të shtëpia. Me ta dhe kur vjen fëmiu në klasë, vetëm se e ka përgatit mësimin dhe kalon tek mësimi tjetër. Shkronjë pas shkronje, mësim pas mësimi dhe bëhet gati për me fillu me leximin e Kur'anit. Mirë po e kemi një numër të vogël që kisha bo thirrje tek prindërit që me punu ma shumë me fëmijët e tyre. Mirë po ka dhe nga ata prindër që nuk e lexojnë Kur'anin te shtëpia dhe fëmijët e kanë ma të vështirë, domethënë, ma të vështirë që me mësu, nga se na jemi një herë në javë në qendër dhe kemi 20 fëmijë, nuk kemi edhe kohë. Shkolla është e pajisur me mjete domethënë si Elifin, e vërtetë, tema betarja e shkronjave. Patjetër, secili fëmijë domethënë e ka librin e Elifit, librin e shkronjave të Kur'anit. Mundohemi shpesh herë edhe përmes tabelave të shkallta smart board që tashmë qendra është e pajisur, klasë janë të pajisura, që fëmijët ta kenë pak më të lehtë me I kuptu mësimet dhe me hec përpara me shkronjat e Kur'anit. Ju keni dhe atë, mund të një siguri, ndoshta më të afërt te fëmijët derisa ju mundsoni që ato panelet të shfrytëzoni duke ju her pas here dhënë mundësi për të parë filmat animuar. Domethënë të pejgamberëve mund të themi, duke marrë diçka nga edukata islame që do t'i mbetet edhe në ditët e përditshme kur është në shkollë apo edhe. Ma herët unë e thash që fëmijët në klasë, gjatë klasës së mësimbesimit, nuk I mësojnë vetëm shkronjat. Kur kemi kohë të lirë, mjafton pak koha, për shembull, ulshojmë edhe filma, domethënë të profetëve, ku fëmijët mësojnë mësime nga jeta e profetëve. Dhe pjesë ashtu mundohemi mja shpjegu ngjarjet, që sa do pak fëmijët me mësu
edhe shkronjat e Kuranit, me mësu pak edhe nga pjesët të suret e shkurtra, lutjet që janë të domosdoshme për faljen e namazit, pak edhe nga historia islame, kështu që fëmia me i mësu gjërat elementare të fesë. Është interesant kjo, kur po bisedojmë tash na për fëmijë, për shembull, unë mendoj që fëmijët i kemi jashtëzakonisht të mirë e të mëshëm, se të njëjtën kohë ata shumë gjuhë, për shembull, shqipen normal në shtëpi, e kam pak ma lehtë me prind, norvegjisht në shkollë, në rrugë me shoqni edhe me ata shokët e klasës së shoqet, të njëjtën kohë edhe gjuhën arabe, për shembull, shkronjat, që është diçka që nuk e kanë krejt prind që e din, edhe që lexojnë Kur'anin, po mirë që edhe din gjuhën. Besoj që sfidat i kanë shumë të forta, viç për përballojnë. Unë jam i fascinuar për shembull sa çfarë kapaciteti këta fëmijë tani kanë. Po pra, plus aktiviteteve që i kanë në futboll, diçka tjetër në sport që mirë. Po edhe një gjuhë tjetër e kanë në shkollë norvegjisht, domethënë, të njëjtën kohë shumë gjuhë mësojnë për një kohë shumë të shkurtë, edhe në atë moshën për shembull që veç truri tyre e din çish funksionon. Edhe më merr mendja që në këtë rast për shembull prindi luan një rol shumë të madh që e din për shembull po thojmë leximin e Kuranit ose gjuhën arabe, edhe në njëjtën kohë që e din mirë edhe shqipën, që mi tregu për shembull çfarë është në gramatikë, se normal që kur folim në shtëpi folim në dialekte ndryshme. Ajo më merr mendja që fëmijët i kemi shumë të mirë deri ku janë tash edhe deri ku po arrin. Po një pyetje tjetër për Beratin, tash po folim për Kosovë. Fëmijët që shkojnë në shkollë Kosovë, për shembull shqip, edhe në njëjtën kohë kur fillojnë për me mësu për shembull gjuhën arabe, Kuranin edhe shkronjat, a e nisin prej medresës apo e kanë mundësinë edhe në shkolla fillore? Nuk e kuptova tamam. Për shembull, në njëjtën kohë fëmijët që kemi në shkollë në Kosovë, a shkojnë edhe në njëjtën kohë, a ka shkollat ordinare, domethënë që janë shkollat ordinare, apo ka edhe shkollë si besimit prej klasës parë? A mundet për shembull me zgjedh? Kjo domethënë në Kosovë si funksionon është që fëmijët shkojnë domethënë nëpër shkolla të shtetit, ndërsa sa i përket mësimit të shkronjave të Kuranit, fëmijët këto gjëra i mësojnë nëpër xhami. Nëpër xhamia i mësojnë dhe imamët nëpër lagje, nëpër fshatra, e kanë programin e tyre dhe i mësojnë fëmijët zakonisht gjatë vikendeve, kur fëmijët janë pak më të lirë. Sa i përket nëpër shkolla, domethënë shkollat janë vetëm shkollat e mesme, shkollat e mesme islame, siç është medreseja, domethënë në Prishtinë me degët e saj në Gjilan dhe Prizren. Domethënë është edhe medreseja për djem, është edhe për vajza. Ato tani, ata që janë të fokusuar me mësu ma shumë për fe, ato fillojnë prej shkronjave, dhe mësojnë tani edhe leximin e Kuranit dhe lante tjera të fesë. Pse përpyes unë këto? Për shembull, se është interesant këta fëmijë që kemi këtu, e krahasu me ata poshtë. Tash këta që kemi këtu, me fillu këta në medrese, këta janë veç gati. Nuk ka nevojë me fillu prej fillimit, për shembull, se ata që janë në medrese. Ajo është ajo që ndoshta në Kosovë mungon. Faktikisht, a din që më afru edhe këtë mundësi. Ata që kanë dëshirë që mos me lënë me arp deri te gjimnazi, si ka shumë vjet aty edhe ka shumë në atë kohë gjenerat ndrohen edhe mendimet edhe shumë sene, po është ndryshe kur e fillon prej fillimit, për shembull, prej njëjtës kohë që e fillon edhe shkollën për gjuhën, për shembull, është pajtona losh me ata çfarë duke thënë se këto fëmijët janë më të ngarkuar, mos të harrojmë se fëmijët tek ne mësimet e tyre i zhvillojnë gjuhën shqipe. Këto fëmijët tanë në Norvegji, në diasporë, mësimet e tyre i mësojnë gjuhën norvegjeze, një gjuhë të huaj. Edhe tani mos të harrojmë se secili fëmijë është me aktivitete pas përfundimit të mësimit në mesditë, me sporte të ndryshme.
në weekend, një ditë çka ata e kanë pushim, vinë qendër këtu me mësu gjuhën shqipe, me mësu për fe, shkronjat e Kuranit. Kjo do më thonë sfidë edhe për fëmijët. Shihet tamam që fëmijët tek ne këtu janë më të ngarkuar. Do të më shfrytëzu rastin me i falëndëru edhe prindrit që cilët punojnë gjatë tërë javës. Po pra. Dhe weekendin e kanë për me pushu një ditë apo 2 ditë javës, edhe ato ditë duhet me ardhë në qendër me i sjell fëmijët e tyre, dhe numri atyre prindve që ka vinë e shohim çdo diele është i madh, që kanë domethënë dëshirë të madhe që fëmijët e tyre mos ta harrojnë gjuhën shqipe, mos ta harrojnë fenë, mos t'i harrojnë ato gjanat elementare që na karakterizojnë neve si popull shqip. Që ato do shami këtë kohën që na fëmijët tu i kemi, une besoj që i kemi gjeni për shembull soi përket mësimit edhe dijes, se është këtë tjetër kjo gjenerata këtu që është për shembull që fillon gjimnaz veç ka qenë në shkollë fillore edhe shqip edhe norvegjisht edhe Kuranin edhe te na për shembull e fillojnë për gjimnazit këtu. Këtë tjerat, dhe një pak me vonesë. Po sot do që tjetë kjo vjen ka dalin, ashtu edhe te na e kuptojnë që kjo është forma që mundet më punu edhe ma mirë edhe për fëmijë, edhe për jetën, po njëjtën kohë edhe për çdo ditë për shembull për zhvillimin e shtetit. Alush interesant me program drejt për drejt edhe hoxhës i afrohet koha e vaktit të akşamit, po i parashtojmë disa pyetje më tepër, po e lojmë pak në rezervë mësuesin e xhep për t'i dhënë hapësirë pastaj ta pret xhamatin edhe për faljen e namazit për ata akşamit, ata që janë rrugës do të vinë se deri ora 10:10 do të fillon edhe falja, ose 10:11, 22:11 minuta. Sa i përket në relaksimit të shkollës, pësimbërsimit, ne e dim se kur mësojmë shumë diçka del në fund. Me çka përmbyllet, si në atë aspektin ceremonial, festiv, çka vepron shkolla mësimbesimit këtë qendër? Sidomos në aspektin e leximit, për shembull Koranit, ata që arrisin ta lexojnë Koranin. Po targeti është krejt që fëmia kur të del prej qendrës këtu, me ditë me lexu Kuranin. Gjatë që ka ndodh me gjithë fëmijët që ka vinë këtu, me i ditë gjanat elementare të fesë, ato pjesë të Kuranit, lutjet që duhet me i ditë çdo fëmijë për me pas mundësi me fal namazin. U mësojmë fëmijëve marrjen e abdesit, marrjen e faljen e namazit. Çdo fëmijë patjetër do ta kompletoj leximin e Kuranit që quhet edhe hatme, që program cilin do ta kemi inshallah taala pas pak ditëve, pas një jave për afërsisht, që mos të harrojmë që do të jetë programi pra i hatme për ata që nuk e kuptojnë, do me thonë fëmijët tanë që janë në grup në klasën e 4, e fillojnë leximin e Kuranit nga surja e parë dhe e përfundojnë me surën e fundit. Mos të harrojmë që Kurani ka rreth 600 faqe dhe nuk është e lehtë me fëmijët. Do me thonë me i shku leximit të Kuranit rend pas rendi, ajet pas ajeti, sure pas sure deri në fund. Dhe elhamdulillah dhe mësuesja Ermize Shabani që është muallime, mësuese këtu në qendër, ka bërë një punë të shkëlqyeshme me fëmijët, dhe si rezultati asaj që 2 vite që fëmijët kanë lexuar Kur'an grupi i saj, kanë arrit me përmbyll leximin e Kur'anit, me që do të kurorizohet me programin që do ta kemi inshallah taala me një qershor. Ashtu. Është një pyetje për Beratin, derisa ne e dim se muajin e Ramazanit gjithmonë japim hapësinë ndoshta më tepër neve të rritur e prindërve, duke u servuar ndoshta edhe ligjërata të ndryshme me mysafir, po her pas here i ftojmë edhe të tanë që të jenë në këtë pjesë, po ndoshta jo ato më të vegjëlit. Kësaj radhe u kujdese që ta kishin edhe një program me ta. E vërtet. Ramazani shkoi, u bon tash rreth 2 muaj pak më shumë apo më pak, dhe për ndryshe nga Ramazanet e tjera që ashtu si që ceke me tush, shtesë ka qenë edhe një program që e kemi pas për të vegjlit, për fëmijët, program me lexime nga pjesët e Kuranit, me recitime,
me një dramë islame që e kemi përgatitur, cilën e performuan shumë mirë fëmijët, dhe programi tash tjetër i Hatmës që po vjen, të cilin e cekëm pak më para, që do jetë pra me 1 qershor, po mundohemi me punu me fëmijët. Kjo e dilja është dita e përfundimit vitit shkollor, domethënë do të ndahen certifikatat, janë përgatitur nga shkolla mësimbesimit. Është mirë që edhe kjo të ceket që kjo diele që po vjen, pra pas nesër, do të jetë dita e fundit në shkolla, në shkollën gjuhës shqipe në Infrashëri dhe në shkollën urtësia mësimbesimit, ku fëmijëve tanë do t'ju shpërndahen certifikata secilit fëmijë dhe nga një dhuratë modeste për fëmijët që i kanë ndjekur mësimet gjatë tërë vitit. Dhe shavesh mu lidhe dhe të Hatmja, për shembull, Hatmja është si matura? Hatmja është klasa e fundit. Ajo, si tham, targeti i jonë si shkollë, që fëmija me përfundu leximin e Kur'anit. Hatme do me thonë, khateme e ka përmbyll, për gjuhës arabe, e ka përmbyll leximin e Kur'anit, ka fillu nga fillimi dhe e ka përmbyll brenda një viti. Zakonisht kjo është do me thonë standarde kudo në përqendra, që 1 vit e gjysmë deri në 2 vite marrin kohë për me arrit me krejt fëmijët e grupit që me lexu Kur'anin komplet. Ajo që është me rëndësi të dim këtu se nuk ka të bëjë me moshën. Mund të keni ju për atyre që i bëjnë Hatme ndoshta 6 vjeçar, ne kemi pas për atyre raste këtu. Vërtet. Ka nga ata që fëmijë përfundojnë të vegjël 6 vjet, 7 vjet e përfundojnë domethënë leximin e Kur'anit komplet. Ka nga ata që dhe në moshë të shtyr. Domethënë kjo nuk ka zhvon kur. Jo. Për mësu diçka më tepër që e ke edhe hinore dhe shpirtërore, mund ta mësosh derisa të jesh gjallë. Po edhe mësuesi Recep do të tregon më pastaj se ne kemi edhe në Norvegji këtu në universitetin, kemi disa në moshë, unë kur kam shku në vizitë, sidomos fëmijëve, kam menuar që janë profesor, a janë student, ndoshta djali im klasë vitin e 3, ishte viti i parë sa po kishte filluar studion. Që domethënë nga mosha nuk ndalon asgjë, domethënë po mos ta shtysh çdo proces të para. Ne me siguri do të vazhdojmë ende me pjesën e dytë me mësuesin Recep, edhe bisedojmë pak për shkollën shqipe, sepse tash afrohet është koha e akşamit për disa minuta, e normal që e presin xhamati atje dhe imamin me çdo minutë, që pishojmë se mos po na kthyn në shtrem. Po do isha me të pyet për shembull kur i kryen Hatmën kjo e fundit, a vazhdon pastaj, a është i kvalifikuar me vazhdu matutje në studime edhe për shembull me mri në grada të ndryshme, sikur se ti që ke mri për shembull deri te doktor grada? Jo, kjo do me thonë një farforme shkolla e mësimbesimit fëmijëve u mundson me arrit deri këtu. Po nëse vazhdohet, domthonë vjen ajo koha e meditimit Kuranit edhe vend deri tek ku e kemi një. Atëherë duhet me shku në medrese, në shkollën e mësimbesimit, ku mësohen të gjitha landët, të mësohet edhe Kurani, edhe atëherë mundet studenti i riu me mësu fen në detaje dhe Kuranin gjithashtu. Që ato do isha me pyet, që mundet për shembull ma let i bjen faktikisht me shku në medrese. Patjetër janë ndihmon shumë, sa i vetëm se shumë më larg se ata që janë nisën. Din me lexu Kuranin në krahasim me fëmijët apo të rinjët të tjerë që nëse regjistron të njëjtën kohë, i bie që ky vetëm se është i përgatit me Kur'an, atjerë të fillojnë nga shkronja e parë. Hoq tash te kjo puna e hafëzit, domethënë këta domethënë mësojnë Kur'anin për mensh. Edhe këto dalin para në komisioni ku dëgjohen. E vërtet. Për ta marrë atë titull, se është një gradë që mirë, dhe domethënë nuk është ajo se ti e ke mësuar tash për mensh dhe meditimin e bën si duhet, por pa dëgjuar askush. Domethënë nuk është e vlefshme, ajo patjetër do të jesh para një komisioni, sikurse në universitet apo në fakultete të ndryshme që jep një provim. E vërtet. Memorizimi i Kuranit është çështje tjetër,
edhe është diçka që nuk është shumë e lehtë, do të me pas vullnet të madh, do të me pas domethënë dëshirë të madhe mja arrit atë qëllim. Kështu. Atëherë faleminderit shumë, hoxhi nderuar doktor profesor Berat Ashani, që ishe sonte me neve këtu si përfaqësues apo drejtues i shkollës mësimbesimit të urtësia, bashkë me kolegun Mësuesin Rexhep, me të cilin do të vazhdojmë me njerë pasi ta lirojmë këto pak studien e të bëjmë një pauzë shkurtër. Faleminderit edhe një herë dhe miru pafshim ndoshta pas pushime verore se të dielën do të jemi këtu në shpërndarjen e certifikatave, po të dielën tjetër edhe në ceremoninë e hatmes nga grupi i mësuesës pra Ermize Shabani. Faleminderit edhe një herë shumë. Ju falenderoj për ftesën dhe gjithat mirat. Faleminderit. Faleminderit, suksese.